Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua pi ujë esëll për një muaj çdo ditë dhe paprikmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. E keni pyetur ndonjëherë veten se pse gratë japoneze kanë një trup perfekt, të tonifikuar dhe gjithashtu me një lëkurë të pastër? Kur të bëni një kërkim të vogël në internet për to, do të zbuloni një ritual që ato ndjekin çdo ditë, i cili ndihmon për ta mbajtur trupin e tyre në formë. Ato konsumojnë çdo ditë një gotë me ujë esëll sapo zgjohen nga gjumi. Sipas disa studimeve, kjo praktikë thjesht i siguron rezultate pozitive trupit, pavarësisht nga gjendja shëndetësore. Rezultatet ishin të thjeshta dhe të jashtëzakonshme, tregojnë persona të cilët e kanë përdorur këtë teknikë. Fillova të ndihesha më e freskët dhe më e shëndetshme pasi konsumoja çdo mëngjes një gotë me ujë esëll. Disa ditë pasi fillova të konsumoja ujë esëll në mëngjes, fillova të ndihesha më e lehtë, ka cituar një grua. Mund ta ndjeja që trupi po detoksifikohej më lehtë. Metabolizmi do të përmirësohet. Kjo praktikë do të bëjë që ta keni ditën edhe më të lehtë. Nuk e ndjeni më urinë dhe gjithashtu nuk keni nevojë për të konsumuar ushqime të shpejta. Dëshira për të ngrënë ushqime të shpejta pas çdo vakti do të zhduket dhe kështu do të keni më shumë energji. Do të ndihmoni të dobësoheni. Përveç se ndiheni më pak të uritur, do të bini edhe nga pesha, po kështu edhe shtimi i energjisë në trupin tuaj do të jetë më i lartë pas çdo stërvitje. Nuk do të keni më djegje stomaku. Nëse keni pasur probleme më parë me tretjen ose me refluksin e acidit, pasi të filloni të konsumoni ujë çdo mëngjes, ky problem do të zhduket dhe do të ndjeni menjëherë rehatin pas çdo vakti. Pamja e juaj e jashtme do të përmirësohet. Njerëzit kanë thënë se duke konsumuar ujë çdo ditë, sidomos esëll në mëngjes, trupi i tyre ka filluar të ndryshojë, më pak rrulla në fytyrë dhe paksohen gjithashtu edhe shenja të ndryshme të saj. Flokët do të fillojnë të duken më të bukur. Flokët do të binden më shumë drejt bukurisë. Prandaj, konsumi i ujit në mëngjes do t'i japë atyre edhe ushqyesit e duhur. Flokët jo që vetëm do të fillojnë të rriten shëndetshëm, por do të marrin edhe shkëlqimin e jashtëzakonshëm, ka cituar kjo grua për Brightside. Do të keni më pak probleme dhe infeksione urinare. Trajtimet me ujë dhe zgjidhin problemet më shumë se çdo antibiotik. Tani do të keni ndjesi më të mira të lehtësimeve të djegjeve të traktit tuaj tretës dhe problemeve urinare. Nuk do të keni më rënje të imunitetit. Ky ritual i thjesht do të përmirësojë sistemin tuaj imunitar. Vetëm duke pirë ujë me stomakun bosh do të ndihmoni edhe të përballeni më lehtë edhe me problemet e stinës. Përfitimet e ujit të pijshëm janë të shumta. Sipas këtyre ekspertëve, ky lëng jetik duhet të konsumohet rregullisht gjatë gjithë ditës për të ndihmuar trupin të funksionojë siç duhet. Siç rekomandojnë edhe ekspertët, për të marrë përfitime më të mëdha nga uji i pijshëm, është e nevojshme që burrat të konsumojnë rreth 3 litra ujë në ditë dhe gratë 2.7 litra. Kjo do të balancojë trupin tuaj, megjithatë ky nuk është avantazh i vetëm. Ju njohim me përfitime sipas Del Site nga përfitimet që do të keni nga konsumi i ujit çdo mëngjes. Do të përmirësoni kështu gjendjen tuaj të lëkurës dhe do të ndihmoni edhe në hidratimin e saj. Ndër përfitimet kryesore të konsumit të ujit esëll në mëngjes, sigurisht është përmirësimi i dukshëm i lëkurës suaj, që do t'japë rezultate fantastike edhe në hidratimin e nevojshëm të saj. Sipas ekspertëve, konsumi i ujit pas zgjimit në mëngjes ndihmon trupin të marrë më shumë element të lëngjeve ushqyese dhe të mbajë nën kontroll gjithashtu edhe problemet tuaja. Do ta keni më të lehtë të humbisni në peshë me konsumin e ujit çdo mëngjes. Kjo do të ndodhë sepse konsumi i ujit me stomakun bosh sigurisht që do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Gjithashtu nëse pini ujë sapo zgjoheni, metabolizmi juaj do të përshpejtohet deri në 24%, gjë që do të përmirësojë procesin e tretjes dhe do të lehtësojë edhe humbjen e kilogramëve të tepërt. Flokët do të shkëlqejnë. Uji përfaqëson 25% të peshës së flokut, kështu që rekomandohet konsumi i tij në mënyrë që floku juaj të jetë edhe më i shëndetshëm. Pini ujë mëngjes dhe shikoni se si do të përmirësohet pamja juaj në kohë të shkurtër. Do të parandalohen problemet e veshkave.
Shumica ka konfirmuar se pirja e ujit me stomakun bosh parandalon në shumicën e rasteve formimin e gurëve në veshka, pasi hollon ocidet që shkaktojnë formimin e tyre. Forcon sistemin imunitar. Konsumi i ujit do të ndihmojë në largimin e toksinave nga stomaku dhe gjithashtu të gjeni një ekuilibër të sistemit limfatik. Ky zakon do të bëjë që sistemi limfatik të jetë mjaftueshëm i fortë për të ndihmuar sistemin imunitar dhe të parandaloni infeksionet të mundshme. Do të zvogëlojë gjithashtu edhe problemet që mund të vuani nga urthi. Nëse vuani nga urthi ose nga dispepsia kronike, mos hezitoni të pini ujë pas çdo vakti, por sidomos edhe pas zgjimit në mëngjes. Kështu do të përmirësoni sistemin tuaj tretës dhe do të mbani larg gjithashtu edhe problemet e urthit. Do të parandalojë gjithashtu edhe dhimbjet tuaja të kokës. Një nga shkaqet më të zakonshme të dhimbjeve të kokës është dehidratimi, prandaj konsumi mjaftueshëm i ujit është këshilla e parë që mund t'i japim për të lehtësuar këtë komplikacion. Do të eliminoni më lehtë toksinat nga trupi juaj. Pirja e ujit me stomakun bosh konsiderohet të jetë një nga metodat më efektive për të eliminuar kështu toksinat dhe veçanërisht ato të zorrve. Do të siguroni një qetësi më të mirë mendore. Qartësia mendore pas zgjimit është një nga përfitimet të mëdha të pirjes së ujit në mëngjes, kjo pasi hidratimi i dur shoqërohet me funksione dhe performancë më të mëdha mendore. Sasia minimale e ujit që rekomandohet për të pirë pas zgjimit në mëngjes është të paktën një gotë çdo mëngjes. Uji është i shkëlqyer për shëndetin tuaj, ndaj konsumi i tij në mëngjes mund të përmirësojë sistemin tuaj imunitar. Pirja e ujit me stomakun bosh ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave të sistemit limfatik, duke u bërë më pak të ndjeshëm ndaj patogjenëve dhe sëmundjeve. Reduktohet shfaqja e problemeve të gurëve në veshka dhe infeksioneve të traktit urinar. Pirja e ujit sapo zgjoheni në mëngjes është e rëndësishme për të shmangur gurët në veshka dhe infeksionet të traktit urinar. Lëngjet e mjaftueshme shpërbëjnë acidet në stomak dhe largojnë toksinat nga trupi. Të dyja këto mund të shkaktojnë gurë në veshka dhe infeksione të traktit urinar. Do të forconi gjithashtu edhe shëndetin e flokut. Shumë më pak lëndë mund të kenë ndikim më të mirë se sa uji për rritjen e flokut. Ai përbën 1/4 e peshës së tyre dhe gjithashtu bën edhe hidratimin e duhur. Lëngu i pamjaftueshëm shkakton flok të hollë dhe të brisht, ndaj pirja e mjaftueshme e ujit në dietën tuaj sigurisht që do t'jap rezultate pozitive edhe në elementet ushqyes të flokut. Lëkura juaj do të bëhet më e bukur me pirjen e ujit në mënyrë të rregullt. Dehidratimi mund të çojë në zgjerimin e poreve dhe formimin e rrullave të përkohshme të trupit. Konsumi i ujit nga ana tjetër stimulon qarkullimin e gjakut dhe do të përmirësojë kështu edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Ndaj pirja e ujit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj, sidomos esëll sapo zgjoheni në mëngjes, sigurisht që do t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të flokëve. Gjithashtu, do të përshpejtohet edhe metabolizmi juaj. Uji me stomakun bosh sigurisht që do t'jap rezultate fantastike në rritjen e energjisë në 24 orë të ardhshme. Aktiviteti më i mirë i trupit do të jetë gjithashtu edhe më i lehtë dhe do të keni një metabolizëm më të përshpejtuar. Trupi do ta ketë më të lehtë të largojë gjithashtu edhe substancat e dëmshme. Ndar pirja e ujit të rregullt në mënyrë të përditshme do t'jap rezultate fantastike edhe në këtë aspekt, citojnë ekspertët e Healthline. Përfshirja e rregullt e ujit në dietën tuaj sigurisht që është një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar trupin dhe për të hidratuar organizmin. Nëse ndjeheni vazhdimisht të lodhur, pirja e rregullt e ujit në mëngjes sigurisht që do të jetë një alternativë e çmuar edhe për të çlodhur trupin tuaj. Trupi juaj është i bërë nga 90% ujë, kështu që ju bën që të luajë edhe një rol të mirë në vigjilencën tuaj të përditshme. Ndaj pirja e ujit në mënyrë të rregullt në dietat tuaja do t'jap rezultate fantastike. Uji është një element shumë i mirë ushqyes edhe në eliminimin e peshës së tepër trupore. Ndaj, nëse doni të keni një peshë më të mirë trupore, përfshiheni ujin në mënyrë të rregullt brenda normës. 2 deri në 3 litra janë më së të mjaftueshme për të marrë këto përfitime. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.